Përshëndetje, miq. Sot është një temë, mesazhi angjëllor. Nëse ndjeni të vetmuar dhe pa fat, është koha të riktheni energjinë e fitur. Këtë do ta ndaj në dy pjesë. Pjesën e parë, përse ne edhe pse jemi çdo ditë jetës të zënë, përsëri jemi pa fat. Dhe pjesën e dytë, 9 zakone ose 9 këshilla për të cilën hap pas hapi, nëse ju jeni gati për të rikthyer energjinë tuaj të fitur, dhe në këtë rast ndjeni të vetmuar, ndjeni pa fat, atëre jeni të vëmendshëm. Diana ju motivon, Diana ju jep energji, por jeni ju dhe vetëm ju që do të ndjeni atë çfarë ju ndjeni në brendësi të trupit tuaj. Pra është koha, dhe sidomos në këtë afat kohor, ku bota jon, toka mam, është në këtë moment në evoluim dhe jemi në dy situash, në dy realitete, në njërin krah, vazhdojnë akoma frekuenca të ulta që njihen janë energji, frekuenca është që okej që ne kemi një ndërgjegjësim të lartë kolektiv, sepse jemi në një shekull, në një nivel më të lartë si qenie njerëzore, por dim atë se çfarë po ndodh në botën e jashtme dhe ju shikoni luftra, kriza, edhe që ndjehet edhe tek ne, por pra duke parë në botën e jashtme tani është që të gjithë jemi të ftuar, sepse është krahu tjetër, realiteti tjetër, i frekuencave të larta, të pastra, të mençurisë së vërtetësisë së jetës, për të jetuar që të gjithë, jo të vetmuar, jo pa fat, sepse klasa e pa privilegjuar punon aq shumë dhe përsëri ndjehet i pa fat dhe në këtë rast edhe të vetmuar. Pra jeni ju që do të lidheni me veten tuaj dhe nuk ju detyron askush, nuk ju prek lirin askush, por nëse jeni gati, ndiqeni këtë video dhe hap pas hapi do të merrni mesazhin angjëllor. Përse? Sepse që të gjithë ju jeni ëngjëj, ne jemi ëngjëj. Kujtoni fëmijët tuaj, nëse nuk mbani mend fëmijërinë tuaj të ershme, kujtoni fëmijërinë tuaj. Apo një përembesa, sepse unë jam shumë e lidhur me gjeneracën time të shekullit 20, sidomos të viteve 50, 60, 70, që ne kemi trauma, për këtë t'jeni të sigurt, sepse ka qenë niveli jashtëzakonisht i ulët, dhe sidomos në sistemin komunist deri në vitet 90-sa, por gjithsesi pa përjashtuar dhe vitet 80-90 deri në 2000. Megjithatë, që të gjithë jeni unik, që të gjithë nëse shpirti ju ka sjell këtu, jeni ndjerë që jeni të vetmuar, jeni ndjerë që jeni të pa fat, dhe mesazhi angjëllor është ne jemi angjëj që të gjithë, ne jemi krijesa të krijesës dhe krijesa na ndihmon ne, dhe si ta kuptoni, kush të rret vetëm atëre kur ju jeni, pra nuk ndjeheni mirë, ju thrisni o Zot më ndihmoni mua. Zoti na ndihmon që të gjithëve, por a jemi ne të vëmendshëm për të pyetur pse jam i vetmuar, pse jam pa fat? Dhe të pyesësh në vete, jo ta krahasosh veten me të tjerët. Pra që të gjithë ne jemi unik, gishtat janë të ndryshëm, që të gjithë e ndjeni që dhe brenda familjes jemi të ndryshëm, pavarësisht që të gjithë si qenie njerëzore, përsëri jemi të ndryshëm, ne ta fillojmë me prindrit të ndryshëm, ne ta fillojmë me rritjen tonë të ndryshëm që të gjithë, ne ta fillojmë me edukimin në shkollë, me fisin ton, me kultur, me tradit, me vend, me shtet, me kontinentet të tjera, jemi ndryshëm. Për shembull, Diana jeton në Europë, edhe Shqipëria është në Europë, por niveli i ndërgjegjësimit dhe i arritjes edhe nga ana individuale është më i lartë këtu në
Pra në Europë, sidomos Europën perëndimore, se sa në Shqipëri, pra në vendet lindore. Pse? Sepse në vendet lindore, në palë s'kan akoma frikën, dhe e kemi që të gjithë në trupin tonë. Por nuk përjashtohet që edhe Europa moderne, pra moderne e koha moderne për të cilën ne jetojmë, dhe sidomos kultura jonë perëndimore, është që edhe ne, pra në përgjithësi, në këtë moment ndjehemi të vetmuar në përgjithësi dhe asgjë nuk ndodh pa shkak. Pse? Është koha e të gjithëve që ne të lidhemi me veten tonë. Dhe mantra që kam përdor është koha ime, sepse është dhe është e të gjithëve. Kush ju mban ju në këtë kohë, të zgjidhni për veten tuaj. Nuk bëhet fjalë se shumica e kupton kështu që të zgjedhësh për veten tuaj është egoizëm. Nuk bëhet fjalë për këtë. Është që ju do të arrini të përmirësoni, pra të arrini të riktheni energjinë e fitur, sepse ka qenë një lloj dashurie në nevojë, jo dashuri e vërtet e qenies tonë njerëzore. Mësoni një gjë, para se të filloj të ndaj në dy pjesë, pra pjesën e parë, edhe pse jemi pra të zënë çdo ditë përsëri pa fat, dhe pjesën e dytë nën këshilla, mbani shënim, çfarë do të thotë dashuri e vërtet hyjnore. Dhe në qoftë se ju të gjitha këto pika i keni, të jeni të sigurt që ju jeni me dashurinë hyjnore, ju e keni Zotin në zemër, ju keni hapur zemrën. Dhe në qoftë se zemra juaj nuk i ka të gjitha këto, por të jeni të sigurt që duke ndjerë këtë mesazhin e njëllor me dy pjesë, pra dhe në lidhje me nëntzakonet tuaja, ju hap pas hapi do të merrni shpërblimin më të mrekullueshëm të jetës tuaj, pra të që ju jeni bebekja dhe të riktheni jetën ashtu si dikur fëmijë, kur erdhëm në këtë tokë, ku mishëruam, morëm frym, erdhëm në këtë jetë, dhe jeta në tokë është për të gjithëve e lirë, falas, dhe kemi të drejtë të jetojmë në këtë kohë, kudo, në çdo vend të botës, dhe ky shekull është shekulli që do të krijojë botën e qytetarisë dhe që të gjithë me zemër të hapur, me paqe të brendshme, me zemër, dhe na eliminon dhe kush është dashuria hyjnore. Mbajni shënim. E para është e durueshme. Është dashuria më e mirë. Dashuri, kot se ka emrin dashuri. Është me të vërtetë që nuk ka zili, nuk ka egoizëm, nuk ka mburrje, nuk është krenare, nuk çnderon të tjerat, nuk mërzitet lehtë, nuk mban shënim gabimet, nuk kënaqet me gjërat që mund të ndodhin, pra në këtë rast që mund të njihen si të këqija, nuk kënaqet dashuria me gjërat që nuk ndihen mirë, pra që nuk janë. Gëzohet me të vërtetën, dashuria është që na mbron, dashuria është që na beson, dashuria është që është këmbgulse, dashuria është që nuk dështon kurrë. Pra në qoftë se ju i ndjeni këto, dhe më falni se harrova, dashuria nuk është egoiste. Pra që do të thotë që të gjithë ju duke ndjerë këtë ku jeni, ju do të kuptoni që vetëm kjo është dashuria e vërtet hyjnore. Tani, përse të filloj me pjesën e parë. Pjesa e parë ka të bëjë me atë që përse ne qëndrojmë të zënë dhe përsëri pa fat. Në këtë botë moderne për të cilën e jetojmë, është që të qenurit vazhdimisht të zënë, por edhe ajo që ne ndjehemi të pa fat, ka të bëjë me atë që ne qëndrojmë të varur nga bota e jashtme. Dhe ndërkohë kemi dhe një jetë në këtë botë moderne, ngutje të zënë, që të gjithë të ngarkuar, pra
sa më shumë të zgjidhim probleme, pra ngutje, dhe e gjitha kjo është që na ka sjell fatkeqësi sepse ne kontrollojmë jetën. Dhe për sa kohë ne kontrollojmë jetën, ne nuk e kuptojmë që është në mënyrë të pavetëdijshme, pra bëhet në mënyrë të pavetëdijshme nga ana sidomos e njashme të mendjes, sepse kështu kemi vepruar në një anë të njashme, vetëm me mendje, bëj, ngutje të ngarkuar, dhe kjo është që ne, pra edhe pse jemi të zënë, ne jemi të pafat. Por pyetja është, a jemi gati, sepse ka dhe një mënyrë tjetër që ne të arrim, jo vetëm të mos kontrollojmë jetën, por të rikthejmë energjinë, dhe të jetojmë me vërtetësinë e bukurisë së botës tonë, dhe sepse ky univers i bollshëm, pra toka ku ne jetojmë, është e të gjithëve dhe ka gjithçka është e bollshme. Dhe tani, a jeni gati? Dhe janë 3 çelësa. E para është, a jeni gati për të transformuar energjinë, pra në brendësi të trupit tonë, sepse në zorët e barkut, ashtu si kurse dhe në hijet mendore në mendje, pra brenda në trupin ton, por dhe në hijet mendore në kokë, pra në mendjen ton, në trurin ton, janë mbajnë jo vetëm mendime për të cilat nuk janë tonat, por janë edhe emocionet për të cilat një pjesë kemi që para lindjes, pra të mishëlluara, që në barkë të nënës, por edhe të krijuar gjatë eksperiencës së tonë. Pra, a jeni gati që të rikthejmë, transformojmë dhe të rikthejmë energjinë e titur çdo ditë jetës, sepse do të lidhemi me veten tonë, me brendësinë e vetes tonë. E dyta, kjo do të na bëjë që ne të fillojmë hap pas hapi të lidhemi dhe të hapim zemrën. Pra, duke filluar në brendësi që do ta vazhdojnë në vazhdim, ne do të fillojmë që të hapim zemrën, sepse në zemrën tonë është mbajt misioni dhe drejtimi i jetës tonë. Që të gjithë e kemi këtë. Pra është në zemrën tonë, ndryshe quhet zemra astrale dhe ka të bëjë me shakrën. Do ta tregoj në vazhdim pamjen, dhe unë i kam treguar gjithmonë, por gjithsesi mund të jetë dikush i ri. Në këtë zemër është, me të vërtetë ku ne hapim, është që ne do të lidhemi dhe akoma më shumë me veten tonë, jo vetëm misioni dhe drejtimi i jetës tonë, vlera jonë, talenti jonë, dhuntin jonë, sepse që të gjithë ne jemi unik, dhe gishtat janë ndryshe në brenda shtëpisë dhe ne jemi ndryshe. Por kjo do të arrihet vetëm duke krijuar çelësi të zakonet tona. Pra jo ato që ne kemi marrë me vete, që kemi parë nga të parët, sidomos generaca ime e shekullit 20, nga vitet 50 deri në 90, aty këtu 2000, por gjithsesi ne kemi marrë me vete shumë gjëra, si kanë bërë të parët, ashtu ishte afati i nivelit të kohor, ishim në nivel të ulët të ndërgjegjësimit. Okej, tani në këtë kohë jemi të thirrur, mjaft më duke parë në botën e jashtme, por të lidhemi dhe në këtë rast të krijojmë zakonet tona, pra është çelësi i tretë. Pyetja është, për kush janë këto zakone? Është, ne do të krijojmë mendimet tona, ne do të krijojmë sjelljet tona, ne do të krijojmë si rezultat zakonet tona, dhe për këtë është pjesa e dytë që do t'i jap 9 zakonet. Por që të gjithë të kujtojmë, qofse ne do të pranojmë hap pas hapi të ndjekim pra rrugën tonë, veten tonë, ne duke planuar ndryshimet për atë që na sjell shpirti, sigurisht që ne do të rritemi. Dhe kjo rritje është jo vetëm që do të arrijmë në vetbesimin shpirtëror, pra do të lidhemi akoma më shumë me trupin tonë, me shpirtin tonë, se ky trup me kocka me mish është tempulli i shpirtit, dhe shpirti është fryma. Me frymë erdhëm, me frymë do të shkojmë, dhe selia e shpirtit është zemra. Zemra, selia e shpirtit, kjo zemër punon 24 orë që na ban pra fit, pra merë në atmosferë, ajrin dhe pompon në trupin tonë që na rigjeneron qelizat tona, që rikthehemi, dhe sigurisht që e dini që gjatë ditës ne punojmë, gjatë natës, zemra jonë punon 24 orë, se edhe pse flim të vdekur, zemra bën punën e vet dhe ndihmon që ne të rikthejmë energjinë, që të fillojmë ditën e mbar.
pavarësisht se si kemi qenë, pra të njëshëm vetëm nga ana mendore, tani jemi të ftuar sepse është koha e mrekullisë shekullit 21 për të cilën është energjia e frekuencave të larta, të pastra, për të cilën është drita e mençurisë për të hapur zemrën që të gjithë që të lidhemi zemër me zemër, dhe kjo krijon botën e qytetarisë dhe botën për të lidhur me paqen tonë të brendshme që na bën që të rreqim gjërat me lehtësi dhe në këtë rast të rikthejmë energjinë e fitur. Pse? Sepse ka qenë e njëanshme. Pra ekuilibri që ne do të arrijmë midis mendjes dhe shpirtit ton është ku ne do të lidhemi me veten ton, dhe kjo është shpresa për të gjithë, që ne do të zgjedhim veten ton, nuk ka të bëjë me egoizmin, ka të bëjë me përparësinë kryesore për të rikthyer energjinë ton, për të jetuar me vërtetësinë e jetës dhe jo për ta kontrolluar. Dhe në këtë rast do të krijojmë pra zakonet, sjelljet, mendimet tona për të cilën që të gjithë kërkojnë durim, kërkojnë qëndrueshmëri. Dhe kjo sjell e para vetëdijësimi shpirtëror, dhe e dyta ne do të lirohemi nga izolimi, ne do të lirohemi nga trishtimi, pra ajo mënyra e vetmis, mënyra e pa fatit të tjera, sepse kjo është që ankohemi për jetën, edhe pse e kontrollojmë jetën. E gjitha do të na sjelli që të gjithë ne duke u lidhur me veten tonë, sepse i kemi këto energji të fitura në brendësi të trupit tonë, do të arrijmë në një jetë të përmbushur. Që të gjithë jeni të ftuar të mbani shënim këto 3 mantra, dhe është vetëdijësim. Vetëdijësimi është vetëshërim. Pra 70% është ju merrni mësimet e mençurisë të frekuencave të larta, të pastra, të mesazhit angjëllor, dhe në këtë rast bëhet fjalë e para, unë kam fuqi transformuese për realitetin tim. Unë nuk ju detyroj, për nëse ju jeni gati, atëherë mbajni dhe përdoreni këtë mantër çdo ditë, mëngjes, mbrëmje, dilni në balkon, dilni në dritare, dilni në natyrë, dilni kudo, pra vazhdoni. Shpirti ju drejton, nëse ju jeni gati, shpirti ju drejton ju dhe ndiqeni shpirtin, ku ju drejton shpirti juaj. E dyta është, unë jam e fuqishme, unë jam magnet për shërimin tim, për të arritur mrekullitë e mia, vetëm kur unë e dëshiroj dhe e lejoj të jetë kështu. Pse? Sepse ne kemi këtë fuqi. Ne jo vetëm që kemi një mendje, sepse jemi me frekuencë më të lartë, por kemi dhe energji në brendësi të trupit tonë, që është energjia femërore krijuese, ashtu si kurse energjia mashkullore që vepron. Pra kështu jemi qenie humane. Ekuilibri i magjisë së pastër së gjithçka që ka krijuar krijesa është që dhe ne si qenie njerëzore, dhe sidomos në këtë shekull, nuk do shohim më në botën e jashtme as vlerën, as do të kritikojmë, as se që kemi kaluar, është kaluar, do ta lëm atje, pa gjykim, pa kritik, do të fillojmë tani të përfundojmë gjërat që të gjithë jeni unik, për atë që ju dëshironi, për të rikthyer energjinë tuaj që ndjeni të vetmuar, pa fat, me qëllim që t'i përfundojmë siç duhet. Dhe mënyra siç duhet janë duke përdorur dhe këto mantra që janë fjalë optimiste, dhe dërgoni pra energjinë në univers se çfarë kërkoni. Dhe e treta, unë shërohem çdo ditë edhe gjithmonë edhe më mirë, duke arritur në themelin tim si qenie humane me vërtetësi të jetës. Mbajni shënim këto gjëra dhe ti përdorni pra në mëngjes dhe në mbrëmje. Aq shumë sa ti keni futur në kokë, aq shumë sa i ndjeni që i keni këto në çdo qelisë të trupit tuaj. Por që të gjithë të kuptoni që në këtë që do të rikthejmë energjinë tonë, është në zorët tona. Pra, shifeni barkun e Dianës dhe ju e dini që të gjithë.
Këtu e dini ku është stomaku, është identiteti jonë, është sa ne jemi në këtë, çfarë jemi, si paraqitemi në këtë botë. Po shkërtizësh është chakra, ndryshe chakra e emocioneve dhe seksuale, ndryshe quhet në gjuhën shpirtërore sakrale. Këtu është dhe fëmijëria jonë i mbytur, për sa kohë ne kemi emocione të trishtimit, zemërimit, xhelozisë, pra ato që ne na bëjnë në këtë rast vetmis apo të pafatit të tjera janë në zorët tona të barkut. Mësoni që kjo është, ja t'ju jap një pamje në lidhje, unë e kam bërë dhe herë të tjera dhe ndoshta ju e dini, pra kjo është chakra poshtë kërtizës, pra kjo e verdha është chakra e identitetit ton, kjo edhe portokalli, pra chakra sakrale ose emocionale dhe seksuale, dhe chakra e kuqe është sigurisë në tokë, pra sa të sigurt jemi në tokë. Gjithsesi kombinimi i ngjyrave jep kombinimi sa i sigurt je në tokë dhe çfarë je duke krijuar në këtë tokë të jep rezultatin e emocioneve, pra në lidhje me emocionet tona dhe në lidhje portokallia dhe në lidhje me marrëdhëniet seksuale. Pra si ju jeni në këtë tokë dhe në këtë rast, duke qenë se jeni të pafat, duke qenë se jeni të vetmuar, ju nuk keni energji dhe ju i ankojni jetës. Pra jeni me energji të ulta. Pra ndaj është kjo video që duke filluar të lidhemi me veten tonë, me brëndësinë e vetes tonë, të vazhdojmë të çdo ditë ju do të arrini që të përdorni për të arritur të rikthejmë energjinë tonë format e higjienës shpirtërore dhe të kuptoni që në këtë chakër, pra portokalli, me ngjyrë portokalli, është që mbajnë për të gjithë ne, sidomos për vitin 50, 60, 70, trauma, drama, po kështu edhe për vitet 80, 90, edhe pse se çdo vit ka temën e vet, po ka frekuenca, mund keni pas prindër të mrekullueshëm, po përsëri edhe nëse prindrit tuaj kanë bërë më të mirën, ju përsëri keni frekuenca sepse ka qenë niveli i ulët dhe akoma dhe në këtë kohë që jemi në tranzicion, në njëri krah flen gjumë, pra janë me energji të ulta, në krahun tjetër janë energji të pastra, të dritës, të dashurisë, të bollokut, pra që ka dhe një mënyrë akoma më të bukur të jetës, gjithsesi janë përplasje të energjive, por ju që po pranoni që jeni gati, në këtë rast të kuptoni që në këto, sipas asaj që jeni, se jeni unik, pra mbajnë trauma, drama, për një pjesë që nga paraardhësit tanë ne ndihmojmë nga energjia, por edhe po kështu në kohën e fëmijërisë tonë, sepse kemi krijuar vetë sekretet tona dhe prandaj janë po shkërtizës dhe kjo është chakra emocionale dhe chakra sakrale. Pse? Sepse ne gjatë jetës tonë, ne kemi, misioni i shpirtit është që ne kemi lidhje. Çdo gjë që veprohet është e ndërlidhur. Pra në qoftë se ne ishim në shekullin e parë, pra shekullin 20, ashtu ishin energjitë dhe ato morëm me vete, pra ato zakone dhe këto i përdorëm në jetën tonë. Dhe si rezultat, vetmi pa fat, sidomos për gjeneracën time të viteve pra që keni arritur mbi moshën 50 vjeç lart, ju i ndjenin më shumë, por gjithsesi ju jeni lidhur me shpirtin, ju keni marrë informacionin e shpirtit, se shpirti është ndihmohet, mëson edhe krijon, edhe ju i keni marrë këto mësimet me të gjithë që ne kemi patur marrëdhënie dhe tani jeni të ftuar që të ktheni energjinë. Ndërkohë është duke përdorur pra format e higjienës, siç janë meditimi, afirmime, poime, mantra, që janë që të gjithë këto i dini, nëse ndiqni këto video për çfarë ju kërkoni, ju do të merrni informacionin. Ndërkohë lëvizje të trupit, lidhje, meditimet janë forma të ndryshme, lidhje në natyrë, po kështu lëvizje me jogën, ushqimi i shëndetshëm, dëgjim muzike, ditare tjera,
Pra që të gjitha këto janë që ju arrini me format e higjienës shpirtit, ju arrini që të riktheni energjinë e fitur nëse ju ndjeni të vetmuar dhe pa fat. Ndërkohë po kështu një mrekulli është që të gjithë ne, duke u lidhur me veten tonë, duke qëndruar me veten tonë, pra si që u thash, me higjienën e shpirtit dhe në qetësinë tuaj çdo ditë me durim dhe qëndrueshmëri, ju do të arrini apasapi atë që do të merrni shpërblimi më të bukur të jetës, veten tuaj të vërtet kush ju jeni. Dhe sigurisht mos harroj ndërkohë për një pjesë nga ju në këtë kohë ndoshta i ndjeni që trupi kërkon ushqim, trupi kërkon lëvizje, pra me jogën, trupi kërkon që të rilidheni me veten tuaj për të pyetur çfarë keni arritur deri tani, pra të reflektoni me qëllim që ato mësimi që keni marrë nga shpirti dhe ju djeg në zemër edhe të filloni të veproni, sepse është muaji mars dhe marsi është frymëzim, është për të gjithë ne. Dhe sidomos tani në këtë kohë kemi hyrë dhe në që do të vim pas një muaji ëna e re në peshore dhe ka bëjmë marrëdhënie dhe unë po flas tani dhe do të në 9 këshillat ose 9 zakone që ju ka pasapi, është pjesa e dytë do të arrini me veten tuaj. E para është të filloni të kultivoni marrëdhëniet ju me veten dhe me përreth vetes tuaj. Mësoni që një nga mënyrat për të eliminuar vetmin tuaj dhe atë që ndjeni pa fat është që të gjithë, sido që të jeni të pyesni veten tuaj, sa ngrohtësi keni dhe jepni vetes dhe të tjerëve përreth vetes tuaj. Pra si jeni. Pyete veten në qoftë se ti dëshiron që në marrëdhënie që ke, lidhje që ke, dëshiron që ata të bëjnë ty si ti dëshiron të ndjesh e ngrohtë, e dashur, dhe nuk e ke marrë, atëre, unë ju këshilloj, pra mesazhi ngjëllor, filloj e ti mrekulli, si do të ndjesh ti, si dëshiron ti të ndjesh e dashur, atëre, jep e ti këtë, filloj e ti, pra kjo është mrekullia, nuk ka rëndësi se çfarë keni kaluar. Tani, filloj e ti dhe pyetja është, po si ta filloj? Sigurisht që të marrësh iniciativën edhe të fillosh, pra të thuash atë që dashuria nuk është egoiste. Dashuria është ajo që nuk e njeh krenarin, nuk e njeh zilin apo zemrimin e të tjera. Dashuria është jo vetëm që është durim, pra të jep durim, filloj e ti, edhe në qoftë se e zë me komshiu, njerë brenda familjes, njerë si pas asaj që jeni. Pra në qoftë se jeni në marrëdhënie dhe e ndjen që nuk shkon mirë, filloj e ti mrekulli. Pra jo me egoizëm, pra nuk e njeh, dashuria e vërtet nuk njeh egoizëm, nuk njeh krenari, nuk njeh mburrje. Pra atëre filloj e ti me partnerin të, me veten njerë me veten të qëndroni në veten tuaj, për të pyetur sa ngrohtë je me veten tënde, se nëse ti nuk je ngrohtë me veten tënde, si do të ngrohësh të tjerët kur të ngrohtësia është dashuria, është ajo që ndjen në brendësi. Dhe në këtë rast, duke folur për këtë shakër që kemi poshtë kërtizës, shakra e marrëdhënieve, shakra seksuale, pra si jeni duke vepruar, dhe seksin mos e shihni vetëm nga ana e seksit, romantik, por seksuale në kuptimin e përgjithshëm, pra si ndjesh, dhe filloje pra me partnerin apo me familje, si pas asaj që jeni, si ndodheni, se që të gjithë jeni unik, dhe kjo është që t'jep një dashuri pa kushte me të gjithë që ke përreth, pra me vete dhe përreth vetes tuaj, qoftë si ta fillosh, si të filloni, pjesht atë, pra jep e ti, atë që ti kërkon të ndjesh e dashur, mos ndjesh e vetmuar, mos ndjesh pa fat, filloj e ti,
jepe me mirësi, me ngrohtësi, që të gjithë e duam, kush flet në mënyrë të qetë, në mënyrë me pyete kur vjen partneri, për shembull në shtëpi, si ja kalove, si ishte dita, fëmia jote, veten tënde, pa lënë veten tënde tjetër, fqinjin, edhe nëse ndeshesh me dikë gjatë rrugës dhe ndeshesh shpesh, edhe pse nuk flet, përshëndet, pjesht përshëndet e tjera, pra fillojni ju tjetër nëse keni komshin që nuk keni folur dhe jeni edhe çon një pjatë gjellë, pra që të gjithë jeni unik, pra lidhjet për të lidhur me njëri tjetrin dhe kjo krijon shkëndin për të lidhur me qenien tonë. Pra kjo është që të kontriboni në marrëdhëniet. Si ju dëshironi veten tuaj të ndjeni i dashur, i ngrohtë, fillojeni ju, mos shqipni çfarë kaloi. Tjetër është e dyta, të përqafoni me të vërtet edhe progresin tuaj të vogël, pra të jeni optimist edhe me gjëra të vogla. Pra çfarë do të thotë? Që të gjithë njiheni, që të gjithë të pranoni, që të gjithë të festoni aspektet e jetës tuaj, edhe pse në dukje janë të vogla. Pra çfarë do lloj që keni arritur, jeni të kënaqur me atë, edhe pse në dukje duken të vogla, por të kuptoni që ajo që do t'ju bëj ju dhe që të lidheni, pra të jeni optimist me veten tuaj, është që duke u lidhur me veten tuaj të mbani një ditar dhe çdo ditë të jetës, pra çdo ditë, kjo që t'i rjetoni në momentin prezent, do ju bëj ju që të pyesni si çfarë kaluat gjatë ditës, çfarë ju bëri ju që të ndjeheni mirë. Mbajini shënim këto gjëra me qëllim që në kohën që je me veten tënde, jep dhe mendjes tënde atë zakonin tënd, pra je optimiste me atë se çfarë edhe me gjëra të vogla që janë në dukje, që nuk duken të vogla, por që ty të kënaqin. Pra jepi progres vetes, qëndro optimiste edhe për gjëra të vogla. Këto janë që duke i shkruajtur, aq më shumë ju vetë, pra rriteni, bëni, jepni trupit tuaj, jepni shpirtit tuaj edhe mendjes tuaj energji optimiste, pra ktheni gëzimin tuaj, jo vetëm me vete, por edhe për rreth. Tjetër është, duke bërë këto gjëra, ju do të arrini të krijoni, fillojeni të ndjeheni më mirë, të ndjeheni më të gëzuar, sepse po lidheni me trupin tuaj dhe duke i dhënë kohë vetes, asgjë, nëse ju kërkoni rezultatin e bën mendja, pra jeni të vëmendshëm. Pra duke përdorur këto, duke qenë me trupin tuaj, duke i dhënë kohë vetes tuaj, ju arrini që të lidheni me burimin e shpirtit, pra me burimin e energjisë, dhe kjo ju bën që ju pra me brëndësi, sepse ndjeheni dhe kjo ju bën që ju të ndjeheni të kënaqur, ju të ndjeheni të gëzuar. Dhe në këtë moment, duke u ndjekur të kënaqur, duke ndjekur, çfarë bën shpirti? Se po lidhesh me shpirtin, shpirti ju drejton ju që të bëni gjërat që ju kënaqen ju, ndoshta filloni të dëgjoni muzikë shpirtërore se ju drejton shpirti. Dhe bum, se lidheni me burimin e energjisë, pra e kemi në brëndësi, dhe në këtë rast hapet zemra, në këtë rast çlirohet energji, çdo ditë ju rriteni dhe ju vinë pra dëgjimin e muzikës, sidomos muzikë shpirtërore, ndërkohë ju duke mbajtur ditar, ndoshta edhe duke shkruajtur, duke dëgjuar muzikë, ju merrni dhe sinkronizime sepse lidheni, pra ky është mesazhi angjëllor. Shikoni, pra jeni me momentin prezent, ndërkohë është që mund të vallëzoni gjatë kohës, mund të lexoni, gatuani e të tjera. Pra këto ju bëjnë që ju të arrini zakonin e të jeni të ndjeni të kënaqur, të ndjeni të gëzuar. Duke qenë se bëni këto gjëra, çfarë ndodh? Ju krijoni zakonin e lëvizjes, pra filloni ushtrim, pra e lëvizni trupin, e lëvizni dhe kjo ju bën që jo vetëm që ju të arrini, pra duke ndjekur format e higjienës së shpirtit, pra ditar, dëgjim muzike, frymëmarrje, meditim, lexim, gatim, çfarëdo lloj, dalja në natyrë e tjera, që të gjitha janë të lidhura, yoga e të tjera, çfarë fillon tani që ju lëvizni trupin, pra ju krijoni
jo vetëm një harmoni midis mendjes dhe brendësisë, sepse lidheni me burimin e brendshëm, me ato çfarë ju ndjeni në brendësi të trupit tuaj, por ju krijoni dhe aktivitet fizik pra në këtë rast e zëm lëvizja në natyrë është një mrekulli. Frymëmarrja përsëri ju krijon çlirimin e energjisë, duke dëgjuar muzikën, muzikë shpirtërore, ju dëgjoni titullin e këngës, dëgjoni melodinë, pra këto janë dhe engjëjt i kanë qef shumë muzikën. Çfarë bëhet është që ju ndjeni dhe emocionet tuaja, pra janë gjëra që na ndihmojnë që të rikthejmë energjinë tonë, pra të rritet energjia, të rritet koeficienti i dritës, i vërtetësisë së mësimeve, pra to çfarë shpirti jon ka nevojë dhe na drejton, dhe ajo që do të arrini janë dy gjëra. E para do të arrini në vetëdijen tuaj shpirtërore, pra ju do të merrni mësimet e mençurisë së vërtetësisë, atë që shpirti juaj ka nevojë, dhe e dyta hormonet tuaja janë pra rriten, pra janë të pastra, janë hormonet të gëzimit, hormonet të lumturisë, pra ju çlironi hormonet të kënaqësisë, sepse bëni ato që ju drejton shpirti. Në këtë mënyrë, duke arritur, duke ndjekur këto forma të shpirtit, pra higjienën e shpirtit, ju do të arrini në shenjën e 5 vetëdije shpirtërore. Pra çfarë kupton? Ju arrini në qetësinë mendore, ju arrini edhe në paqe të brendshme. Dhe kjo është që ju vazhdoni çdo ditë ku ju drejton shpirti me 5 minuta apo me 10 minuta meditime, është frymëmarrja, është meditimi në qetësinë tuaj, në veten tuaj. Gjithsesi që të gjitha këto është ju i përdorni para gjumit, mbas gjumit, ju përdorni lutjet, a dilni në balkon duke parë qiellin e natës hyjet, apo lindjen e diellit, perëndimin e diellit, jashtë, sido që të jeni, që të gjithë jeni unik, është i ndjeni këto pra lutjet tuaja, afirmime, mantra e të tjera. Çfarë sjell? Kjo ju sjell ju që duke vazhduar këto, ju filloni të i bëni emocionet tuaja, dikur ishin që reagonit me emocione, pra direkt dikush fliste dhe bum shpatën, pra energjia, se ishim të njashëm me energjinë maskullore, pra direkt përgjigje, pa dëgjuar se çfarë tjetri do thot, tani ju i bëni këto, pra me këtë, me qetësinë e mendjes edhe të shpirtit, ju arrini të krijoni emocione master, pra ju nuk reagoni me emocione, dhe kjo është jeni në gjendje që duke jetuar, pra çfarë ju sjell shpirti, ju i lejoni, sepse shpirti që na drejton, ju i lejoni të jenë këto emocione edhe ju dini t'i menaxhoni, pra nuk reagoni direkt. Përkundrazi, kjo është që ju hapasapi, rezultati është që hapasapi, jo vetëm që ne çlirojmë të gjitha emocionet që kemi në brendësi, pra mund të jenë trauma, mund të jenë drama, mund të jenë fragmentet e energjive, sido që të jetë që të gjithë jeni unik, dhe kjo është ne pra bëhemi, e kuptojmë dhe ne lirojmë nga këto emocionet dhe nuk veprojmë me impulsivitet, pra nuk direkt me impuls, edhe këta e bën të ego, por tjetra është ju arrini në paqe të brendshme. Dhe çfarë do të thotë? Duke u çliruar me këto emocione, ju sillni të kaluarën, tani dhe të ardhmen, në këtë moment, pra jetojmë në momentin prezencë, dhe çdo gjë që ju, atë që bëni sot, ju çon ditën e nesme. Zakoni tjetër, i gjashti, është ne duhet të pranojmë veten si ne jemi dashuri, ne jemi komplet si ne jemi, dhe të jeni të butë me veten, të jeni të dëmshur me veten, mos jeni të ashpër me veten. Pra çfarëdo lloj që ju sjell trupi, çfarëdo lloj që i kaloni, me kudo që të jeni, nuk keni pse jeni të ashpër, sidomos me veten tuaj. Prandaj ajo që kërkohet me të gjithë ju është që të praktikoni vetpranimi. Vetpranimi është që ne jemi dashuri, ne kemi ardhur nga dashuria, ne jemi të lidhur me dashurinë, ne bashkohemi me dashurinë, ne ndajemi me dashurinë, edhe ne do ta lëmë këtë tokë me dashuri. Pra erdhëm me dashurinë, pra zemrën, dhe do ta lëmë po zemrën. Zemra është astrale, zemra është kur ne hapim Zotin e kemi në brendësi, dhe në këtë rast duke pranuar veten si ne jemi, se ne jemi dashuri, ne jemi komplet.
nuk keni pse jeni të ashpër me veten tuaj, çfarë kaloi, do ta lëm atje, pra dashuria nuk gjykon, nuk është e kënaqur me atë, pra të keqen, dashuria fal, dhe në këtë rast është të pranoni veten si ju jeni, dhe ndërkohë vetbesimi është në fuqinë tuaj. Ne e kemi këtë, dhe duke pyetur zemrën tuaj për çfarë do lloj pyetje që ju keni, duke qenë të hapur në univers se nuk jeni vetëm, pra duke ndier trupin tuaj me qetësinë tuaj, të jeni të sigurt që ju do të merrni përgjigje për atë që ju e ndjeni që jeni të shqetësuar. Nuk keni pse jeni të ashpër me veten tuaj, nuk keni pse merrni përgjigje të nxituar në çdo lloj marrëdhënie që të jeni, thjesht të qetë duke pyetur zemrën për atë që ju shqetëson dhe ja u sjell trupi juaj. Kjo është që do t'jeni jo të ashpër me veten, por të krijoni dëmshurinë tuaj. Dhe në këtë mënyrë është duke i pranuar gjërat, qofshin edhe të duke mësuar nga të metat, ju nuk i përsërisni më, pra çfarë ju sjell shpirti, por duke pranuar dhe të mirat, me qëllim që ajo që është e mirë do t'ju bëj ju që të ecni, ta ndiqni, pra ju kënaq, ajo që ju bën mirë ta vazhdoni ta ndiqni, dhe kjo është që ju jep që rrisni vetbesimin tuaj, që nuk ndjeni vetmuar, që nuk ndjeni pa fat, dhe kjo është që ju lehtëson ndjenjen e vetmis apo që jemi pa fat. Ndërkohë është që shenja e 7, le të kënaqemi me gjërat të vogla, që të gjithë ne kemi dëshira, që të gjithë ne kemi ëndra, që të gjithë ne kemi pra shprese të tjera, dhe është që të gjithë ne kemi ardhur në këtë tokë për të jetuar me një qëllim. Dhe qëllimi i jetës është ta jetojmë dhe jo ta mbijetojmë atë. Dhe në këtë rast është le të fillojmë me gjëra të vogla, për atë që ne kemi vlerë, për atë që ne kemi krijuar, pra e kemi krijuar vetë, në çdo lloj marrëdhënie, sepse kështu ishte. Nuk kemi pse jemi të ashpër siç u tregova, por në këtë rast të pranojmë çdo gjë të vogël për të cilën na kënaq ne. Pra jeni dhe kjo është që duke qenë të kënaqur me atë që kemi, moj gotën e ujit, moj që ke familje, partner, apo sido që të jemi, ne nuk jemi vetëm, ne kur nuk jemi vetëm, edhe nëse jeton vetëm, përsëri ti nuk je vetëm, nëse ju ndiqni këto, pra këto zakone, hap pas hapi, është duke qenë me optimizëm, pra duke jetuar me optimizëm, duke e bërë zakon, që jeta është një mrekulli dhe është mrekulli, ju do të arrini në mirëqenien tuaj, në trupin tuaj, sepse ju pranoni dhe ju dërgoni optimizëm për vete, për rreth, dhe ju këtë të rrishni, se ligji i shtërheqjes është, në qoftë se je i lënduar, do të vazhdosh të jesh i lënduar, por në qoftë se je vetes vetbesim, në qoftë se je vetes siç tregova zakonet, pra ndjek hap pas hapi, është që ju do të arrini në mirëqenien, në mendje, në trup dhe në shpirt, dhe kjo është mrekullia për të cilën ju do të arrini në bukurinë e jetës. Pra çdo gjë që është, çdo gjë ekziston në këtë univers. Vetëm pyetja është, çfarë ju bën ju të kënaqur? Ndiqeni atë. Fillojeni veten, dhe kur kënaqesh me veten, je e sigurt që do të kënaqesh edhe për rreth vetes tënde. Tjetër është që të gjithë jeni të thirrur të filloni të hani shëndetshëm, për arsye sepse kjo sjell si mendjen, si shpirtin me një shëndet të mirë. Çfarë do të thotë në këtë moment, kur mos harroni se ushqimi i rënd ju rëndon, por ushqimi i lehtë ndjeni të lehtë. Dhe në këtë rast të filloni të hani fruta dhe perime. Pse? Sepse këto ju bëjnë vital, këto ju bëjnë që të jeni më pak melankolik, më pak pa kënaqur nga jeta, dhe ndërkohë është që ju sjell gëzimin tuaj dhe ju bën me të vërtetë që të jetoni në humorin tuaj. Dhe zakoni i 9 ka të bëjë me atë që ndoshta ju keni nevojë për ndihmë, sepse ndoshta nuk e arrini me
për rreth vetes tuaj. Dhe në qoftë se kjo është e nevojshme, ju të jeni të hapur për ndihmë. Mësoni që të gjithë duke ndjekur format e shpirtit, arrini në një vetëdije, arrini që ndoshta hapni zemrën dhe në këtë rast e ndjeni që jeni lidhur me shpirtin tuaj, e ndjeni që kërkoni pra të lidheni akoma më shumë me veten. Dhe ndërkohë, duke qenë se jetoni me përreth familjes, ndoshta nuk e merrni atë që ju keni nevojë të shprehni, pra të shprehni çfarë ju ndjeni. Ndoshta nuk e merrni në familjen tuaj apo me kë keni. Sigurisht ju përsëri ju ndihmojeni, ju nuk jeni vetëm dhe në këtë rast kur ju vendosni një qëllim, ju do të lidheni me njerëzit që rezononi. Për këtë të jeni sigurt, dhe nëse jeni në këto video nuk jeni pa qëllim këtu. Shkruani dhe të jeni të sigurt që atë pas sapi do të merrni çfarë të shqetëson, shkruaje dhe do të merrni përgjigje se si ju të veproni. Ndërkohë janë pra dy rrugë që të kërkoni ndihmë. Është në një krah ndoshta kërkoni ndihmë me Dianën ose me të tjerë, sipas asaj që ju rezononi, ndiqeni ku ju dërgon shpirti juaj dhe që ju ngre energjinë. Dhe e dyta, ndoshta një pjesë nga ju, ashtu si u shërua Diana, mund të shërojeni dhe ju vetë, duke ndjekur format e gjenës së shpirtit, pra këto në zakone që i tregova, pra nuk keni nevojë për ndihmë për të tjerë, por mund të arrini vetë, hap pas hapi, kështu e shërova dhe unë veten, duke dalë në natyrë, çdo ditë që ngrihem në mëngjes, më besoni, dal në balkon, përshëndes, faleminderit për këtë ditë të re. Falenderoj të gjithë fuqit jashtëtoksore sepse jam e lidhur, pra fuqit edhe ju jeni të lidhur sepse e ndjeni që jeni të lidhur, është energjia, jeni lidhur me energjinë e universit dhe në këtë rast, edhe sido që të jeni, përsëri kur ju ndiqni higjienën e shpirtit dhe ku shpirti ju drejton, hap pas hapi ju do të çlironi çdo gjë që ju sjell shpirti në lidhje me emocionet, në lidhje me hijet mendore, dhe kjo është që ju do të arrini në vetëdije, në vetëshërimin tuaj, pra ngriheni në mëngjes, bëni lutjet tuaja, përshëndesni, filloni ditën e mbar, ndoshta filloni ushtrimet e jogës, frymëmarrjen apo meditim, dalje në natyrë, çfarë do lloj, që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini se kush ju kënaq, dhe të kuptoni që edhe pse ndjeni të vetmuar, edhe pse ndjeni të pakënaqur, edhe pse ndjeni që janë të vështira, të mësoni që nëse ju vazhdoni gjenën e shpirtit dhe kërkoni të ndryshoni, ato do të ndryshojnë, sepse energjia transformohet. Ne nuk do të është se ne do të ndryshojmë të kaluarën, ne nuk do të ndryshojmë veten tonë, ne do të transformojmë çdo gjë që nuk na shërben, qoftë emocione, qoftë hije që na sjell trupi në momentin tani këtu, hap pas hapi, duke u lidhur me veten tonë, dhe përfundimisht të gjitha këto do na sjellin në një ditë të re, pra ne do të kemi një ditë të re. Ne do të fillojmë të ndjehemi akoma edhe më të kënaqur me jetën, më të lumtur, më të dëmshur, më të dashur, më në paqe, dhe mbi të gjitha, jo vetëm që ne jemi të kënaqur me veten tonë, por ne lidhemi me të tjerët dhe me universin e bollshëm, dhe kjo është mrekullia e bukurisë që ju jo vetëm që nuk jeni vetëm, por ju edhe do të jeni akoma dhe më shumë me fat, sepse ne kemi ardhur me fat, se në këtë tokë ekziston gjithçka dhe ne do të jetojmë, po me fat derisa të lëshojmë frymën, sepse trupi fizik do ta lëm, po shpirti është i përjetshëm. Pra duke jetuar me dashuri pa kushte është mrekulli për të gjithë ne, për rreth nesh edhe për gjithë universin tonë të bollshëm. Por që të gjitha këto shënim i tregova, është që ne do të lidhemi me veten tonë. Pra askush nga ju nuk mund të shërohet, Diana ju motivon, por jeni ju se keni udhëtimin tuaj personal. Dhe për të arritur në këtë fat dhe mos jeni të vetmuar, kërkohet durim do të thotë të qetësoj mendjen, kërkohet qëllim, do të thotë të dihet për çfarë jetë, çfarë kërkoni jetë, pra qëllimi, çfarë kërkon shpirti jot, ajo që shpirti
e ndjen, pra të vendosësh qëllim, pra do të shërohesh nga sëmundja, apo do të krijosh në marrëdhënie të mrekullueshme, apo karrierë, apo punë, apo financa, apo të gjitha, që të gjithë jenë unik, duhet qëllimi për atë që shpirti juaj është udhtim personal, është vetja juaj. Pra qëllim, dhe qëllimi është sepse ju mbron, ju është si një diamant. Kur ju diamantin që të gjithë e mbrojnë, sepse ka vlerë, dhe ju keni vlerë, pra i vendosni qëllimin, dorëzojuni shpirtin, ndiqni shpirtin, ku ju drejton shpirti, hap pas hapi, ku ju drejton shpirti. Dhe kjo ju bën që duke u dorëzuar shpirtit, ju do të arrini në vetëdijesimin tuaj, në vetëshërimin tuaj, dhe duke arritur në transformimin tuaj, ku ju drejton shpirti, ju do të arrini në vetëbesimin tuaj. Ju keni hapur një zemër, ju keni lidhur me energjinë e universit, në vetëbesimin tuaj, në dykëmët tuaj në tokë, dhe ndoshta e keni arritur në këtë kohë, por gjithsesi, sido që të jeni, ju keni udhëtimin tuaj personal. E gjitha kjo është shpirti do t'ju mbushi trupin tuaj me dritën hyjnore, me dashurinë hyjnore, me bollokun hyjnor, dhe kjo është ju të rriqni atë që jeni, pra sa më shumë optimist jeni me veten tuaj, sa më shumë të dashur të jeni me veten tuaj, aq më shumë ju i të rriqni gjërat me lehtësi, dhe kjo është duke ndjekur vlerën tuaj, duke ndjekur dhuntin tuaj, duke ndjekur talentin tuaj, ku shpirti juaj ju drejton, për atë që ju keni vlerë, për atë që ju kënaqu, ju do të arrini në shpërblimin më të madh, në transformimin tuaj, që është bukuria e jetës, për të jetuar jetën ashtu si ju keni ardhur në këtë jetë, për ta jetuar dhe jo mbi jetuar, pra ju do të arrini në shpërblimin tuaj transformues, me një dashuri pa kushte, me një dëmshuri, me paqe të brendshme, për të cilën dhe ju do të kontriboni në këtë botë për të ndriçuar me të vërtetësinë e mençurisë së mësimeve të vërteta të krijuar nga krijesa me dashuri për të gjithë ne. Dashuria nuk kënaqet me të keqen. Çfarë kaloi. Dhe dashuria ka durim, dhe mbi të gjitha është që na mbron, është që beson, është këmbgulse, dhe nuk dështon kurrë nëse ju veproni me dashurinë hyjnore, pra dashurinë pa kushte. Nuk njihet egoizmi, nuk njihet mburrja, nuk njihet krenaria, nuk njihet zemërimi, nuk njihet ajo për të vënë gishtin këtë të tjera, nëse ju këto gjëra i keni, dhe dashuria nuk njeh dhe nuk mba shënim gabimet. Ne jemi qenie njerëzore, ne bëjmë gabime, por ne t'i lëm këto çfarë kaloi, t'i lëm atje, dhe të vazhdojmë nga tani dhe në vazhdim. Dhe kjo është bukuria e jetës e këtij shekulli të 21, për të cilën askujt nuk i preket liria, por një gjë të dini, që kjo rrugëtim për të krijuar botën e qytetarisë dhe për të hapur zemër me zemër dhe për të lidhur me njëri tjetrin zemër me zemër, tashmë ka filluar dhe po lulëzon, dhe hap pas hapi është rrugëtimi më i mrekullueshëm për fëmijët tanë dhe për nipër dhe për mbesa. A nuk e duni këtë mrekulli? Por në fillim filloni me veten tuaj, sipas asaj që ju jeni. Duheni veten, sepse jeni dashuri, jeni shpirti mrekullueshëm, jeni me të vërtet mrekulli. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.